Në mbar botën është përkujtuar 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas për të nderuar sakrificat dhe përkushtimin e të gjithë grave në familje, shoqëri, në punë dhe kudo. Edhe politika ka uruar për 8 marsin, duke vlerësuar rolin e gruas në shoqëri. Në një mesazh në rrjetet sociale, kreu i shtetit Bajram Begaj përcolli urimin bashkë me fotot e takimeve të tij me zonja gjatë vizitave nëpër Shqipëri apo në pritjet e zhvilluara në institucionin e presidentit. Begaj i cilësoi gratë shqiptare si forca e vërtetë e jetës në shoqërinë tonë. Bekuar qofshin gratë shqiptare, forca e vërtetë e jetës sonë, shprehet presidenti Begaj. Zëvendës kryeministrja, njëherë është ministra e infrastrukturës dhe energjetikës, Belinda Balluku, uroi festën e 8 marsit me zërin e grave që janë pjesë e sektorit energjetik shqiptar. Balluku ndau në rrjetet sociale një video me mesazhe nga gratë e punësuar në korporatën elektroenergjetike shqiptare, të cilat japin kontributin e tyre çdo ditë në një nga sektorët tanë më të rëndësishëm. Ashtu si ruajmë stabilitetin e sistemit energjetik, gratë ruajnë ekuilibrin midis familjes dhe shoqërisë. Gëzuar 8 marsin. Gratë janë si dielli për ne, na japin dritë, ngrohtësi dhe jetë. Gëzuar 8 marsin. Ne sigurojmë energji për vendin, por gratë janë ato që japin dritë jetës. Gëzuar 8 marsin. Gratë janë si rrjeti ynë elektrik, fuqizojnë çdo aspekt të jetës. Gëzuar 8 marsin. Që janë një gruë është si një turbinë e palodhur, e fuqishme dhe jetike. Gëzuar 8 marsin. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të grave u organizua një aktivitet i veçantë në mjediset e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme me temë 8 marsi gratë që ndërtojnë paqe, diplomaci, fuqi dhe angazhim. Ministri i Jashtëm Igli Hasani vlerësoi rolin dhe kontributin e grave në diplomaci, një fushë që ka parë transformime të rëndësishme dhe të vazhdueshme përgjatë viteve të fundit. Kur gratë janë përfshira në proceset e paqes, marrëveshjet është një fakt i njohur, kanë më shumë mundësi të zgjasin dhe janë më të qëndrueshme. Pra, gratë nuk janë vetëm pjesë e zgjidhjes, por janë gjithashtu katalizatorët që kontribuojnë në arritjen dhe mbajtjen e këtyre marrëveshjeve. Sot në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, gratë përbëjnë 59% të stafit. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali në një mesazh me rastin e 8 marsit u shpreh se shoqëria shqiptare mund të quhet e përmbushur dhe e denjë në misionin e saj, vetëm kur gruaja të jetë plotësisht e respektuar në lirinë e saj dhe të ketë hapësirat e plota për rolin e saj krejtunik në shoqëri. Përveç urimit për të gjithë gratë dhe vajzat, Spiropali kujtoi me respekt të thellë ata që nuk i shpëtuan dot dhunës. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka uruar nga qelia të gjithë gratë dhe vajzat në ditën ndërkombëtare të grave. Në një postim në rrjetet sociale, Meta shkruan se asnjë fjalë nuk arrin dot të shprehë të gjithë mirënjohjen për sakrificat e panumërta të grave për familjen, aq më tepër në një kohë që familja sot është në rrezik.